Të nderuar besimtar, vëllezër dhe motra. Gjatë jetës së kësaj bote, secili prej nesh, çdo njeri kërkon një manual i cili të jetë përmbledhës, gjithëpërfshirës për sa i përket rëndësisë dhe vlerës që njeriu dëshiron t'i japë jetës së tij. Të ketë një manual orientues se si ta jetoj jetën, si të bëhet njeriu më i mirë, më i dobishëm, më kontribues në shoqërinë ku ai jeton. Dhe padyshim, fjala më e mirë, më e lartë, është fjala e Allahut, është Kurani famlar. Dhe ne sot do të përpiqemi që shkurtimisht të nxjerrim disa mësime, disa urtësi, disa dobi praktike nga një sure e shkurtër e Kuranit famlar. Nga një sure që shumica prej nesh e dinë, e lexojnë dhe dëgjojnë shpesh në namazë. Surja e quajtur Suratul Maun, Surja El-Maun. Një sure e cila u shpall në vitet e para të profetësisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një sure e cila u shpall në Mekë. Dhe Allahu Zoti i gjithësisë, pasi i kishte përmendur Kurejshëve, ata që përkundërshtonin mesazhin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, se çfarë mirësisht u kishte dhënë Zoti i gjithësisë atyre, se si e mbrojti Allahu Ka'ben e madhëshme nga ushtria e Abrahas që kishte ardhur nga Jemeni, se si ju ruajti Allahu atë vend të shenjtë, i cili bëhej shkak që shumë njerëz që popull të ndryshëm të vinin atje të bënin tregti dhe të fitonte kështu gjallëri, Mekka të fitonin kështu pasuri Kurejshit. Allahu u përmend të mirësi. Allahu u përmend mirësinë tjetër tek sura Kurejsh, ku thot bi ila fi Quraish. Për mirësinë, për sigurinë që Allahu u dha Kurejshëve. Rihlet e shqitai o sajt, që ata kishin mundësi të ndërmerrin udhëtime në dimër dhe në vend, në shkëndëtir, në atë vend ku njeriu nëse dilte nga shtëpia për të nisur diku larg, nuk kishte asnjë siguri për jetën e tij, nuk kishte asnjë siguri për pasurinë e tij. Por kur vinte çështja për Kurejshët, për arabët, të tjerë të respektonin, sepse vinin nga Mekka e shenjtë. Vini nga vendi ku gjende shtëpia e Allahut dhe askush nuk i ngacmonte, askush nuk i grabiste për shkak të kësaj vlere që Zoti u kishte dhënë atyre. Ata kishin mundësi ta bënin këtë gjë. E megjithatë, shumë prej tyre nuk i kuptuan asnjëherë këtë mirësi, nuk i vlerësuan asnjëherë ato. Ashtu siç mund të jenë njerëzit edhe në ditët e sotme, pavarësisht mirësive që ka dhënë Allahu, njeriu sërish zgjedh mosbesimin, zgjedh kundërshtimin, zgjedh dhulmin, padrejtësinë, zgjedh mos i bitet Zotit, dhe Allahu thot në surën Al-Maun, "Ara'ayta alladhi yukazzibu bid-din." Edhe pas gjithë këtyre mirësive dhe pasaj sigurie, a e sheh atë person i cili mohon ditën e gjykimit, a i cili mohon llogaritdhënien, a i cili mohon që të pasojë të ndjek fen, besimin, rregullat që ka përcaktuar Zoti i gjithësisë. A e shikon atë njeri? A e shikon gjendjen e këtij njeriu i cili sa e çuditshme është gjendja e tij? Se pas gjithë këtyre mirësive, këtyre begative me të cilat e ka përfshirë Allahu, ai sërish mohon që të ketë një ditë gjykimi. Ai sërish jeton dhe është i bindur që nuk do të jap llogari. Ai jeton sikurse nuk do të kthehet dhe nuk do të jap llogari përpara Zotit të gjithësisë. Por kjo nuk mbetet thjesht në mosbesimin e tij, në atë që ai ka në zemër apo në botkuptimin e tij, sepse ai që kemi në zemër reflekton në sjellje, reflekton në fjalë, në gjuhën tonë. Dhe kështu reflekton dhe sjellja e këtij mosbesimtari, e këtij njeriu i cili është kundërshtues. Se padyshim të jetosh duke mos e njohur Zotin, duke mos e pasur frikë atë, duke mos pasur frikë në llogaritdhënie, kjo do të reflektojë në sjellje, kjo do të reflektojë në përditshmërinë tënde, kjo do të reflektojë se si i trajton njerëzit e tjerë, se si i trajton
të doptit në shoqërinë ku ti gjendesh. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'ami al-miskin. Ky mosbesim, ky inat që ky person ka për brenda reflekton sepse është pikërisht ky njeri i cili e shtyn tutje, e përzën me forcë me nënçmim jetimin dhe nuk inkurajon, nuk nxit për ushqyerjen e njerëzve të varfër e njerëzve nevojtar. Ky mosbesim padyshim se do të reflektojë në sjellje, sepse ky njeri sado të ketë parime, këto parime nuk mund t'i ndjek dot në çdo kohë, në çdo moment, dhe në publik dhe në privatësi. Ky do të reflektojë në sjellje dhe ky e përzëthot e shtyn me forcë jetimin. Këtë kategori njerëzish të dobët, të pambrojtur, të cilët nuk mundet do të kundërpërgjigjen, ti e shtyn atë fort, e shtyn atë në përbuzje, nuk e ndihmon atë, e përbuz atë, e nënçmon atë. Nuk kujdesesh për të, nuk i ndihmon njerëzit që janë nevojtar, nuk shpërndan ushqim, nuk mundohesh të shuash urin, varfërin, nevojat që ata kanë, na thot Zoti i gjithësisë. Ndërkohë profeti sallallahu alaihi wasallam kur dikush shkoi tek ai dhe i tha: "O i dërguar Allahut, kam ardhur të ankohem për ngurtësinë, për vrasësinë e zemrës time. Nuk do ndjeri mëshirë dhe mshori në zemrën time. Nuk po e ndjeri zemrën të gjallë për arojën tim." Ne mund përballemi shpesh me këto situata, me këto lloj gjendje. Mund largohet mëshira për nesh, mund largohet dëmshuria ndaj njerëzve, ndaj kafshëve, ndaj natyrës, ndaj krijesave të Zotit. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "In aradta an yalina qalbuk", nëse ti do që zemra jote të bëhet e butë, atëherë dy këshilla do t'jap ty. Famsah ra'sa al-yatim, levatoje kokën e jetimit. Ndjeje dhimbjen e tij, lehtësoje dhimbjen e tij, gjendje aty pranë me një fjalë të mirë, me një dhuratë, me një ndihmë, me një bamirësi. Feja jonë nxiti shumë ndihmën ndaj kësaj kategorie njerëzish. Sepse kur shkon pranë tyre, ti kupton sa mirësi ka dhënë Zoti, sa shumë ka dhënë Zoti me familjen tënde, me prindërit e tu, me pasurinë tënde. Shko që të kuptosh të ndjesh dhimbjen e dikujt tjetër. Shko që ta ndihmosh atë, që dhe ai të ndihet mirë, dhe ai të ketë mundësi të ecë përpara një, të punojë, të zhvillohet në radhë. Shko, ledatoje kokën e jetimit, dhe shko dhe ushqej njerëzit e varfër. Shko ushqej njerëzit e nevojtar, sepse pranë tyre sërish do të shikosh se sa shumë ka begatuar Zoti i gjithësisë. Kur ti u bën të mirë atyre njerëzve, kjo është sinqeriteti, është në kulmin e tij, sepse nuk do të vijë ndonjëherë, nuk pret diçka në këmbim. Këto dy shtresa, këto dy kategori nuk kanë mundësi të bëjnë ndonjë të mirë. Nuk kanë mundësi të ta kthejnë pas nderin, pasurinë apo mirësinë, apo ndihmën që ti u jep. Dhe ti dhe ne do ta bëjmë këtë gjë vetëm për hir të Allahut. Kjo është sjellja e këtij mosbesimtari. E sjellja e disa besimtarëve ndaj disa mosbesimtarëve ndaj jetimëve dhe ndaj njerëzve të varfër. Kjo nuk do të thotë që çdo jo besimtar është kaq i ashpër dhe është kaq i egër. Por kjo do të thotë që vetëm një besimtar është ai i cili do të gjendet gjithmonë pranë jetimëve dhe njerëzve të varfër, sepse ai shpreson tek dita Yawmuddin, tek dita e gjykimit, tek dita e kthimit dhe llogaridhënies tek Zoti i Madhëruar. Pasi Allah na flet tu për një jo besimtar dhe për cilësitë e tij, më pas thot fawailul lil musallin, mirë për ata që falen. Ndryshon rrjedhshmëria, ndryshon kategoria e një grupi njerëzve të cilët po i drejtohet Zoti i gjithësisë. Që të mos mendoj besimtari që kjo sure po flet për të tjerë njerëz, po flet për disa jo besimtar, po flet për disa emra të përveçshëm, por Allahu thot që edhe këtu ti duhet të marrësh mësime. Allahu thot që këtu ka edhe mësime për ty dhe prandaj e drejton fjalën e tij tani tek ata të cilët falen dhe thot fawailul lil musallin, mirë për ata të cilët falen. Por padyshim që nuk është namazi që falin besimtarët rregullisht, nuk është namazi i shumicës së besimtarëve,
por është namazi i një kategorie në mesin e tyre. E një kategorie që në shumë raste mund të shtiren sikur janë besimtarë, por nuk janë të vërtet të atill, sepse Allahu thotë elledhina hum an salatihim sahun. Janë ata të cilët janë neglizhent ndaj namazit të tyre. Njëri nga tabinët, Allahu e mëshiroft thotë elhamdulillah, falënderimi takon Allahut, i cili nuk tha ata që janë neglizhent në namazin e tyre, por tha ata që janë neglizhent ndaj namazit e tyre, sepse nëse do të thosh ata që janë neglizhent kur janë në namaz, do të shkatërroheshin të gjithë ne, sepse të gjithë ne kemi problematikat tona, të gjithë ne kemi mungesën e përqendrimit në shumë raste në namazin ton, por këtu po flet për një kategori të cilët e lën fare namazin, të cilët nuk kujdesen për kohën e namazit, gjithmonë edhe kur ai sa fale dhe fale jashtë kohës së tij, të cilët nuk e ka problem, qoftë disa vakte i falen, disa vakte të tjera nuk i falen. Ata që janë neglizhent ndaj namazit të tyre, thot Zoti i gjithësisë. Dhe një kategori e madhe këtyre janë ata që janë hipokritë, për të cilët Allahu thot: "Wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila." Kur çohen për të falur, ata janë dembel. Nuk kanë dëshirë madhe që shkojnë të përgjigjen thirrjes së Allahut. Nuk kanë ndonjë lumturi të madhe në shpirtin e tyre që të shkojnë të takohen me Zotin e gjithësisë. Por çohen duke qenë dembel, duke përtuar, janë përtas. Yura'una an-nas, ata duan të duken përpara njerëzve. Shohin kush ka ardhur për ta dëshmuar namazin tim. Kush po mshet teksa po falem, teksa po shkoj në xhami, dhe nuk e përmendin Allahun vetë se pak. Ata të cilët janë neglizhent në namazin e tyre. Elledhina hum yura'un, ata të cilët shtiren dhe duan të duken tek njerëzit e tjerë. Allahu këtu na rikujton me një princip i cili është baza, themeli i çdo çështje, që është sinqeriteti. Sepse vepra që ngrihet tek Allahu, pranohet tek Allahu, është vetëm ajo që bëhet për Zotin e gjithësisë, jo ajo që bëhet për sy e faqe. Jo ajo që bëhet që të shohin njerëzit e tjerë, besimtarët se ka motiv të gjë, se dikush po mshen apo nuk po mshen, sepse është Allahu ai që sheh çdo gjë, është Allahu ai që di çdo gjë, është Allahu ai për të cilin falet namazi, dhe prandaj nuk është neglizhent në namazin e tij. Përpiqet për namazin përpara se të vi të futet në namaz. Që nga momenti kur merr abdes, që nga momenti kur bishet bukur, pastrohet, parfumoset, që del nga shtëpia me lutjet e posaçme, që nga momenti kur afrohet tek xhamia, kur bën lutje për të futur në xhami, që fillon fal sunetet e mërat, të gjitha ato janë parë përgatitje, që ai mos jetë neglizhent në namazin e tij. Edhe stili i ktesës është shumë i rëndësishëm. Se ajo se çfarë bëjmë ne para dhe pas namazit, se cili është angazhimi ynë para dhe pas namazit, se me çfarë angazhohet gjuha jonë, kur jemi dhe kur nuk jemi në namaz. Dhe Allahu thotë në fund fare: "Wa yamna'una al-ma'un." Dhe kjo kategori njerëzish, që nuk janë sinqertë në besimin e tyre, që nuk janë të qëndrueshëm, që nuk janë të vazhdueshëm, ata do t'i privojnë njerëzve, thotë, edhe ndihmën më të vogël. Po, të ndihmosh dhe të bësh bamirësi është pjesë e fesë sonë, është pjesë e Islamit, është pjesë e traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse kjo shfaq dëmshurinë, mëshirën, solidaritetin, shfaq bindjen që ka njeriu që nëse jap, Allahu do të mashtrojë më shumë pasurinë, do të mashtrojë më shumë bereqetin e pasurinë time. Shton bindje që pasuria i përket Allahut, pasuria nuk është e jona, dhe ai do ta pyes për të. Ata nuk privojnë këto, qoftë edhe ndihmën më të vogël. Dhe ndihma më e vogël, kanë thënë dietarët e komentuesit të Kuranit, që fillon nga të japësh kua një vegël apo një enë në shtëpie, apo një mjet që mund të duhet një komshiu apo një të afërmi, dhe shkon deri tek mosdhënia e zakatit. Pra ndihma më e vogël, një buzëqeshje, një fjalë mirë. Ai personi që u fut në xhenet, Allahu e fali sepse hoqi një pengesë nga rruga. Jo gjithmonë duhet kërkuar ajo vepra e madhe. Kur do vi dita që unë të bëj një vepër të madhe, që unë të bëj një emër të madh, që unë të bëj të vepër, jo. Islami na mëson tu japë rëndësi dhe veprave të vogla.
Sepse ndërtimi i një besimtari, karakterit të tij, fillon nga detajet, fillon nga gjërat e vogla, nga buzëqeshja, nga ndarja e një gjysmë hurme, nga heqja e një pengese nga rruga, nga dhënia e ndihme të vogël. Allahu thotë se ata që janë besimtarë të vërtet, nuk I privojnë njerëzit e tjerë qoftë nga një ndihmë e vogël, por çfarë kanë mundësi, ata gjenden pranë. Çfarë kanë mundësi, ata japin. Dhe në qoftë se njeriu nuk është I vazhdueshëm, I qëndrueshëm në namazin e tij, kjo do të reflektojë thotë se ai do të bëhet koprac, se ai do të bëhet dorështrënguar, ai nuk do të ketë dëshirë më të ndajë me njeriu. Ai do të friksohet prej çdo gjëje. Do të friksohet se po e dha diçka, do t'i humbas, nuk do t'i kthehet pas, apo do t'i harxhohet. Përkundrazi, besimtari është njeri bujar. Besimtari është kerim, është bujar I madh. I ndan mirësi që I ka dhënë Allahu me njerëzit e tjerë. Nga kjo sure, vëllezër dhe motra të nderuara, ne kuptojmë që Islami është sistemi më I përsosur I jetesës mbi sipërfaqen e tokës, sepse ai përfshin në vetvete besimin, adhurimet dhe sjelljet e njerëzit. Që ti jesh besimtar I kompletuar, I plotësuar, do të jesh I plotësuar në këto tre aspekte. Besimi yt tek Allahu do të jetë I pastër, do të jetë I sinqert, do të jetë I fortë. Do ta njohësh Zotin tënd me emrat, atributet, me cilësitë e tij, me veprimet e tij. Dhe pas këtij besimi, kjo do të reflektojë në namazin tënd, që je njeri që falesh, që je I vazhdueshëm, je I kujdesshëm për namazin tënd, për agjërimin tënd, për zakatin tënd, për haxhin tënd, për punët, për halalin dhe për haramin. Dhe e treta, kjo do të reflektojë dhe në sjelljen e besimtarit. Në mirësinë që besimtari ndan me njerëzit e tjerë. Nuk është kjo thjesht nafile, e përgjyeshme. Është mirë të bësh mirë. Nuk është kështu kjo. Kjo është pjesë thelbësore e fesë sonë. Sepse te pejgamberi alayhis salam, tek hadithi I Xhibrilit, që dietarët e quajtën musulme, thelbi I sunetit pejgamberit alayhis salam, thelbi I gjithë haditheve. Çfarë përmendi? Përmendi imanin, besimin, përmendi Islamin, adhurimet dhe përmendi ihsanin, ndjenjën e vetdijes se Allahu është duke parë gjithmonë, dhe ndjenjën e vetdijes se të sillesh se Allahu është duke parë, të kesh një sjellje dhe të kesh një moral të mirë. E lutim Zotin ta bëjë për atyre që e lexojnë Kur'anin, për atyre që e kuptojnë Kur'anin dhe e praktikojnë jetën e tyre nga amin. Qul Allahu hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.